krahas protestës më të fuqishme në 35 vitet e fundit të 10 mijëra qytetarëve dhe trive në rrugët e Tiranës, prej 15-20 ditësh në një seri qytetesh të vendit, qytetarët protestojnë kundër zhdukjes arbitrare tiranike të bashkive të tyre nga njeriu që don të fusë në plëm të dorës të gjithë Shqipërinë. Njeriu që kërkon të vendos një centralizëm të tillë në këtë vend që nuk ka ekzistuar as në kulmin e diktaturës komuniste. Njeriu që po përdor reformën territoriale jo për ripopullimin e Shqipërisë dhe afrimin e shërbimeve me qytetarin, por përkundazi për shpopullimin e Shqipërisë, largimin e shërbimeve nga qytetarët dhe indirekt dëbimin e tyre të butë nga Shqipëria. Temperaturat e pakënaqësisë ndaj padrinos dhe qeverisë së tij shprehen kudo, por krahas këtyre ka patur dhe shfaqje shumë të rënda, dëshmi të mjediseve kriminale që janë krijuar në këtë vend si pasojë e mungesës së shtetit ligjor, zëvendësimit të tij me narkoshtetin. Përveç ngjarjes tragjike, e them dhe njëherë, të vrasjes shtetërore të 20-vjeçarit portugez që erdhi të kalonte pushimet në Ksamil dhe kthehet në familjen e tij në Arkivol. E them shtetërore sepse ishin 3 uniforma policie, të cilat në vend që të mbronin turistin, të mbronin 20-vjeçarin, morën anën e vrasit, fshehen krimin, duke dëshmuar se rojet e sigurisë lokale tona janë pjesë në tërësi, jo të gjitha sigurisht, e krimit të organizuar, i cili kontrollon jetën ekonomike të vendit. Por të mërësisht shqetësuese ishte ngjarja në kombinat, ku sipas policisë 10 adoleshent kishin mprehur thikat, revolet për një përleshje e cila do kishte marrë për masat e një masakre. Natyrisht, parandalimi i saj meriton dhe ka vlerësim, por fakti që në Shqipëri janë krijuar mjedise të tilla ku të inkriminuara, ku mund të ndodhin përleshje me armë të ftohta dhe armë zjarri midis 10 qytetarëve njëkohësisht të ftuar në këto përleshje, dëshmon dhe njerë shkallën e lartë të inkriminimit, të sundimit të krimit në këtë vend. De facto, Shqipëria dominohet tërësisht nga krimi. Kësaj situate i përgjigjet